Anë ftohtë. Unë të më ta jam ty. Dhe bie mirë çoj komisariat. Me vrim. Hajde him makinë. Vrim, hajde vrim. Unë të them na vrim. Një situatë të tensionuar është regjistruar në Fier, ku një qytetar kundërshton procesin e shpronësimit të tokës së tij, e cila sipas autoriteteve pritet të përdoret për zgjerimin e varrezave publike. Bëhet fjalë për Neim Tahirin, i cili deklaron se nuk do ta dorëzojë pronën pa një zgjidhje të drejtë dhe të pranueshme. Tahiri pretendon se është pronar i ligjshëm i tokës dhe se disponon dokumente që vërtetojnë pronësinë, përfshirë certifikata dhe dëshmi nga arkivat shtetërore që tregojnë se toka i përkiste familjes së tij prej dekadash. Sipas tij, sipërfaqja reale është rreth 10.300 metra katror dhe jo 8.300 metra katror, ndërsa thekson se bëhet fjalë për një ullishte të mbjellë nga të parët e familjes së tij dhe jo për tokë djerë. Qytetari kundërshton gjithashtu vlerën e kompensimit financiar, duke e cilësuar ofertën prej 40.000 eurosh si të papranueshme. Ai pretendon se ka firmosur disa dokumente nën presion dhe kërkon që të kompensohet me një sipërfaqe tjetër toke, duke argumentuar se në zonë ka toka shtetërore të lira që mund të përdoren për këtë qëllim. Këtu nuk bëhet llogari për para. Ato 40.000 euro që jep shteti, unë ja bie tani bashkisë. Tani. Sa është sipërfaqja e tokës që po merr shteti? Toka ime nuk është 8.300 metra. Toka ime është 10.300 metra katror. Unë nuk kam mbjell gorricat e toka. Unë kam mbjell ullirë. Pretendimi ime është drejtësi. Tokë ka 25 hektar tokë bosh. Po. Ja ku janë atje, Ka toka bosh, ka toka në vend tjetër bashkia plot. Më konversoj, të rinë fëmijët e mi të qetë, të rinë kalamajt e mi të qetë, shokët e mi të rinë të qetë, edhe bashkia të vazhdoj punë. Unë e jap tokën. Tensionet u rritën më tej kur përfaqësues të bashkisë, të shoqëruar nga policia, shkuan në terren për të nisur prerjen e ullinjve në kuadër të zbatimit të vendimit për shpronësim. Në shenjë proteste, qytetari paralajmëroi veprime ekstreme, duke deklaruar se është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për të mos humbur pronën e familjes së tij. Ai kërkon që institucionet të gjejnë një zgjidhje që të mos dëmtojë familjen e tij, duke theksuar se është i gatshëm të negociojë për një formë tjetër kompensimi që do t'u garantonte qetësi fëmijëve të tij dhe një zgjidhje të drejtë për të dyja palët. Unë se rada atje bashkë marrë me anë tot. Iga, ty zgjidhim atje në komisariat.